E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dinamikat edhe ngjarjet që po ndodhin brenda në shtëpi. Miri natën e mbrëmshme bënte një diskutim dhe Miri është duke akuzuar Mateon që mendimet që Mateo shpreh që Miri ka pëlqim për Selinën dhe është i dashuruar tek Selin, do ta ndajnë atë nga gruaja dhe sebepi për t'u dar gruaja e Mirit që nga Mateo. Tani mua më duhet pak të jemi sinqert në këtë mes. Do të thënë nuk mundem të mbroj Mirin këtu në asnjë mënyrë, nuk diskutohet. Unë thjesht dua një pyetje t'i adresoj Mirit, nëse i thot sot këto deklarata. Unë e shoh që kjo është një armë vetë mbrojtje që Miri do të arsyetoj veten, por e kam thënë gjithmonë sepse Miri nuk di si të arsyetoj, se Miri në këtë lojë luajti me sinqeritet, nuk luajti me djallëzi. Dhe sinqeriteti e solli në kuadrin në të cilin është. Miri haroi që futet në një reality show, por Miri mendoi që ka hyrë në botën e Tiranës, që mund të bëj çfarë të doj, mund të bëj si të doj dhe është në rregull. Tani, për ta ndarë Mirin nga gruaja, nuk e ka ndarë Mateo. Miri është ndarë nga të gjitha ato banorë të cilët kanë qenë brenda në atë shtëpi, ja kanë vënë në dukje këtë gjë, ja kanë thënë këtë gjë. Qoftë edhe Luizi kur hyri ja tha këtë muhabetin që nëse ke diçka me Selinën është mirë ta pranosh, bëu burr dhe pranoje të vërtetën. Do të thënë, nuk është Mateo. Mateo është i fundit që po ja thot Mirit këtë gjën, që ti po e dashuron Selinën. Dhe Miri këtë gjën ka arritur që ta kupton, se nga veprimet e tij, nga biseda që ka bërë në dhomën e rrëfimit, nga qëndrimet e tij, nga frimitetet e tij me Selinën, Miri ka arritur që të del jashtë si i dashuruari. Dhe Selina këtë gjën arriti që ta argumenton me veten e saj, arriti që ta mbron në veten e saj, por Miri nuk arriti që ta sqaron në vete se çfarë ndodh problemi dhe cili është problemi. A duhet unë të pastroj veten nga kjo gjë, apo duhet të qëndroj kështu si jam. Dhe duke u munduar që tani të mos të ketë argumentin, të mos të gjej dot argumentin, Miri po lufton për të pastruar veten, duke u thënë të tjerëve ti je sebepi që më ndan nga gruaja. Unë mendoj në qoftë se Rabea do kishte vendosur që të ndahet nga Miri, për të gjitha gjërat që Miri ka bërë aty brenda, Rabea do ndaheshte që në fillim, që në momentin kur Miri doli në dhomën e rrëfimit dhe filloi duke qarë për Selinën. Por ajo bëri të kundërtën, e mbështeti, i qëndroi pranë, është duke bërë tifo, është duke bërë suport dhe është duke u bërë domethënë një çadër jashtëzakonisht e madhe për Mirin, edhe pse Miri veti bëri të gjitha lëvizjet. Tani a e përdori Selina? Selina me patjetër e përdori. Selina nuk kishte ndjenja. A ka dashur ta ndan nga Miri, nga gruaja? Nuk mendoj që ka dashur ta ndan nga gruaja, se Selina as nuk i ka interesuar fare njerë ta pyetën për gruan. Selina se ka pyetur fare Mirin për gruan. As nuk e ka pyetur a janë bashk, as nuk e ka pyetur a jeton larg, por në fillim u duk se sikur ato të dy janë ndarë. Dhe kjo është më se vërtet. Miri nuk është se foli për familjen. Miri fliste për Selinën, edhe me vajzën e tij Miri më shumë foli për Selinën se sa më foli për Rabean. Këto janë të vërteta dhe mua më vjen shumë keq. Por nuk mundesh ti veten tënde ta lash, duke i vënë epitete tjetrit që ti mua dëshiron të më ndash. Jo, ti e ke bërë gabimin vet, por e bukura është të ngrihesh të kërkosh falje për të gjithë mënyrën se si ke luajtur ti. A ka qenë strategjia jotja? Mua personalisht nuk më është dukur si strategji, mua më është dukur si ndjenjë, sepse ashtu e ke dhënë ti të duket, edhe në momentin kur Miri do të del jashtë, do të shikon videot, ashtu do t'i kupton, sepse publiku këtë ka lexuar. Dhe unë mendoj që Miri është gabim në mënyrën se si dëshiron të argumentohet. Ndoshta Miri është i vërtet në atë që thot, por mënyra se si e shpreh është krejtësisht e gabueshme.